projektin e klasa, lënda e matematikës, klasa 9, arsimtari Qemaledin Amini, njësia mësimore, konstruktimi i drejtësave. Shkolla fillore, Liria Shkup. Fillojmë pra me mësimin e parë nga njësia mësimore që ka të bëj me geometrin, pra dhe zgjidhjen e problemeve. Mësimi i parë është konstruktimi i drejtë. Mësimin do ta gjeni në libër në faqen 193. Shembulli 1. Vizatoj një drejtës AB dhe një pikë P që nuk shtrihet në drejtësën AB. Pra, le ta vizatojmë një drejtës tjetër P që kalon nëpër pikën P dhe është normale me drejtësën AB. Pra, anormale shënohet shenja edhe në formë të shkurtër në kështu formë. Pra, lexohet B normale me AB. Fillojmë me vizatimin. Në fillim e marrim vizorën dhe e bëjmë një drejtë. E di pra, drejta është një vijë e gjatë e pakufizuar, të cilën përbohet prej një numri të madh pikësh. Sot do të marrim 2 prej tyre duke i shënuar me shkronja të mëdha A dhe B. Pra, që kemi treguar edhe në fillim se pikat shënoheshin me shkronja të mëdha, kurse drejtat me shkronja të vogla. Largojmë vizorën, tani i shkruajmë pikat A dhe pikën B. Një pikë jashtë drejtës AB. Pra, siç e di, pra, pozita reciproke e pikave dhe drejtës është se ka pika të cilën i takojnë drejtës dhe të cilat nuk i takojnë drejtës. Njëra prej tyre e kemi paraqit pikën P. Dhe tani prej pikës P duhet të vizatojmë pra normalen me drejtësën AB. Për të vepruar, për të realizuar këtë veprim, pra duhet në fillim të marrim vizorën horizontale që e kishim më parë. Pastaj, me një mjet tjetër ndihmës, trekëndësh kënd drejt, e bashkangjesim pra vizorës. Ja, sikur në vizatim, pra kjo tregon se është vija e drejtë që do të bëhen pra normale me drejtën AB. E vizatojmë pra drejtën normale dhe e shënojmë shenjën e pikës, i largojmë të dijat dhe ja vizatimi i bërë. Pra, drejta e vizatuar B, pra është normale me drejtën AB. Shembulli 2. Konstrukto drejtës në pikën P që është normale me drejtësën AB. Po përdorim 2 termine pra, vizato dhe konstrukto. Sigurisht e dini dallimin mes vizatimit dhe konstruktimit nga klasa e 6 për figurat geometrike. Të përkujtohemi edhe njerë, çka ishte konstruktim. Pra, konstruktim quheshin vizatimin e bërë me vizore dhe kompas. Vazhdojmë. Ja, e të marrim vizorën pra, edhe si herën e parë e vizatojmë një drejtë. Pra, duhet të konstruktojmë pra drejtës në pikën P që është normale me drejtën A. Të njëjtën vizatim, por tash me ndihmën e konstruktimit. E largojmë pra vizorën, i shënojmë pikat A dhe B, ja, dhe një pikë të çfarëdoshme me P.
E tash konstruktimi. Konstruktimi duhet të bëhet me kompas. E marrin kompasin pra, e vendosin te majën e kompasit te pika P. Dhe e bëjmë një hark që ta presim drejtën hapa. Ja, kështu. Me prerjen e këtij harkut, drejta formohet në drejtë formohen dy pika. Pika A dhe pika B. Largojmë kompasin. Tani marrim kompasin prap dhe majën e kompasit e vendosim te pika A. E bëjmë një hark mbi drejt dhe një hark nën drejt. Por keni kujdes, duhet të hapet kompasi më tepër se gjysma e kësaj largesës prej pikës A deri te pika B. Ndryshe nuk do të takohen. Pasi i bënëm pra dy haqe, një nalt, një poshtë, shkojmë kompasin, e largojmë dhe vendosim te pika B. Pra, maja e kompasit e vendosim dhe po ashtu e hapim më tepër se gjysma e largesës së pikave A dhe B. E presim nga ana tjetër, harkun e parë edhe harkun. E shifni pra, janë bë dy harqe ku pikat prekëse pra, do të priten pra, shifni tash, e marrim vizorin edhe i bashkojmë. I bashkojmë pra, dhe kjo fitohet drejta e kërkuar. Ja, largojmë pra, shënojmë pikën, këndin, që ka dhe i drejt, dhe thotë që i ka 90 shkallë. Kjo ishte pra konstruktivi i një drejtëse normale ndaj drejtës AB. Për të vërejtur më mirë pra këto konstruktimet e figurave të ndryshme, për arsye se mundësitë tona pra nuk janë ashtë mundshme pra për me i bërë realizimin e të këtyre konstruktimeve të mëdha të bukur me video, dhe të përdorim një faqe nga web faqe pra specialist që është special për figura geometrike në konstruktiv. Kjo është pra faqja të cilën do të him pra edhe do të shihni se si punohet me këtë web faqe. E shtypim pra këtë web faqe. Ja, kjo është pra, kjo është web faqe pra të cilën mund të thonë pra, ja ka kompas, visore dhe lafsi. Shkojmë në fillim, ja, kemi pra disa konstruktive, pra këto janë me video. Konstruktivi, ja, një simetrale të segmentit. Ja, me shtypjen e figurës së parë, paraqitet pra kjo mundësia e videos. Një segment i caktuar pra duhet të sa bukur pra i ka të paraqitur mënyrën e konstruktimit të figurave të ndryshme. Kthehemi prap faqja të cilën do të him pra edhe do të shihni se si punohet me këtë web faqe. E shtypim pra këtë web faqe. Ja, kjo është pra, kjo është web faqe pra të cilën mund të thonë pra, ja ka kompas, visore dhe lafsi. Shkojmë në fillim, ja, kemi pra disa konstruktive, pra këto janë me video. Konstruktivi, ja, një simetrale të segmentit. Ja. Me shtypjen e figurës së parë, paraqitet pra kjo mundësia e videos. Një segment i caktuar pra duhet të sa bukur pra i ka të paraqitur mënyrën e konstruktimit të
figurave të ndryshme. Kthehemi prapë, shkojmë në një figurë tjetër. Ja, simetralin e këndit. Ja, një kënd të çfarë dashëm. Ja, simetralin e këndit. Kemi mjaft konstruktime të ndryshme për me mujtë të funojmë pra. Edhe një normale, 3 pikës të dhanë në drejtës, kjo është pra. Këvesemë të dihanët, edhe paraqitet normale me drejtën e dhanë dhe një pikë në drejtë, me një pikë.